Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme me mua Tirona Lilin, për të ndarë lëvizjet edhe ngjarjet më të fundit nga ish banorët e Big Brotherit. Ashtu siç Mateo në fakt që po starton me Top Arenën natën e sotme, pjesë të panelit dhe në një rol të rëndësishëm do të kemi dhe Brikena Selmanin. Shumica thonë që Brikena do të jetë prezantuese e Top Arenës, nuk ma merr mendja sepse Top Arena do një eksperiencë pak më të hershme, do me thënë prezantuesja duhet të njeh mirë termet e lojës së futbollit, emrat e futbollistëve dhe gjithçka me radhë, dhe mendoj që prezantuesja e këtij spektakli do të jetë një prezantuese e cila e ka bërë edhe më herët Top Arenën, që dyshoj që mund të jetë Nevina dhe do të jetë një prezantuese jashtëzakonisht fantastike. Por Brikena do të ketë një rol shumë të rëndësishëm, do me thënë mund të jetë në rolin e në pjesën e panelit, ku Brikena të jep opinionet e saj, qoftë edhe në aspektin e bukurisë së trupit, por mbi të gjitha edhe në aspektin e një lojtarit se si duhet të jetë në pjesën e pamjes dhe gjithçka tjetër, do me thënë si Brikena që është eksperte në aspektin e misit, por unë mendoj që Brikena më së shumti e ka këtë rolin e tretë që në fakt e cekëm tek videoja më herët tek Mateo, që do me thënë të bën këtë ndërlidhjen mes opinionit të rrjeteve sociale dhe atij televiziv. Do me thënë për ta shndruar në klikime këtë emision është Brikena me një rol të veçantë në Top Arena. Zakonisht Top Arena gjithmonë ka promovuar vajza shumë të bukura, vajza me trup joshës, dikur ka qenë pjesë e Top Arenës edhe Luana Vjolca, Marina Vjolca, të cilat kanë qenë do me thënë të suksesshme jashtëzakonisht shumë në rrugtimin e tyre me Ed Manushin, do me thënë bukuria siç duket tërheq audiencën në këtë spektakël. Gjithsesi Brikena ka hedhur një video të fundit, ajo duket që është shumë e lumtur e veshur me të bardhë, ashtu siç në fakt shpirti i saj është, ndjehet tepër e gëzuar, ndjehet tepër mirënjohëse që po nisën këtë rrugtimin e ri. Të gjithë sonte do të jenë sy e vesh se çfarë do të ndodhë me saj edhe Mateo, sa do të ketë në një lëvizje apo jo, por gjithsesi këtë do ta ndjekim në mbrëmje. Unë mendoj që Brikena arriti të merr atë që dëshironte ta merr, nuk është gjë e thjeshtë që të jesh pjesë e një panelit. Ne të paktën që merremi me gazetari e dim shumë bukur se sa janë të mbyllura këto dyert për të depërtuar drejt televizioneve kaq të mëdha siç është Top Channel, dhe mendoj që Brikena sido që të jetë ndjehet e arritur, e arriti qëllimin e saj. Ajo për këtë gjë, do me thënë, është bërë pjesë edhe e këtyre reality show që të ketë më të lehtë qasjen, dhe mendoj që qasjen e arriti ta ketë, kështu që ju uroj vetëm suksese. Brikena duket shumë e bukur, ka bërë dhe lookun e ri, ka ndryshuar dhe pamjen, do me thënë, vjen më glamur se kur. Si e komentoni ju Brikenën?